smaksit. Kam pak a shumë si që bënde për Halloween, ne do i bëjmë për ditëlindjen e burrit edhe për rrjedhimisht për Pashkë. KitKat. Gjetëm këto, me që ishin për Pashkë. Pashortit i duan 4 për 4 departamentet ndryshme tek spitali dhe atë ruajta për ta çuar të mirësa për Pashkët. Okej, një këtu. Cute. Këto gummies që janë gjëja sour. Këto si janë fare sour, po sour i thënë që. Edhe, po më kujtohet ajo që ishte trauma dumping nëse e ka parasysh njëri në TikTok, nejse. Unë këto për i thjesht për qefin tim, se pastaj do duhet t'i organizoj një soj. Lion, si kam provuar ndonjëherë këto. Unë përgjithsisht nuk jam shumë qef çokoladët, mund të mungonin Kinderat, si ky versioni, gjithashtu. Nuk kisha gjë më të madhe realisht, më duhej një kosh i madh, ndoshta kosh i rrobave. Kemi gjitha ato atje, po do filloj një herë ti vendosim brenda. Para se të hidhja të gjitha këtu, tek qeset, secila ka të shkruar se sa copë ka, edhe plani im ishte që ta shija, por shonë se thot 10, do vendosja nga 2 të secila dhe do lëja më njëan pjesën e mbetur për shkakun që të ishin më të barabarta. Tani që i hodha të gjitha këtu, nuk di se si do ta organizoj, por le të fillojmë duke vendosur nga 2 të ngjashme të secila. Po ju tregoj rezultatin. Këto janë kutijat. Mendoj që duken shumë cute, i vendosa këtë letrën, që unë ruaj çdo lloj letre që më vjen. Edhe kisha disa Bounty, që kjo është, po themi, çokolata ime e preferuar kur kujtohem apo më ha çokoladë. Edhe duke qenë se bleva dhe hëngra një gjysmë të hëngra një ditë dhe gjysmën tjetër hëngra pas 2 ditësh, e futëm nga një këtu sa për ngjyrë. Edhe kjo këtu tani është për tek mirësa, siç thash, kam ca çokolata këtu sepse dallohet diferenca. Edhe këtu kemi disa ekstra, po do bëjmë një të vogël me këto që janë këtu, si një bonus. Edhe duke shumë cute. I love it. Duke qenë se menduam të bënim edhe një bonus të vogël, bashkërti im sa po shkoj tek dyqani për të blerë një shport të vogël, duke qenë se nuk mund të bëhet diferenca, domethënë do duket më bukur në një shport. Edhe këto tani më duhet të gjej një çantë të madhe që t'i fus secilën edhe të mos lëvizin, domethënë, meqense duken bukur edhe prezantimi, u mundova shumë. Që tregoj se si e bëra zarfin me dhuratën edhe letrën që i shkruajta për ditëlindje. Tada, kjo është zarfi me një letër ku i uroj ditëlindjen, edhe është shkruar dhe është brenda dhe dhurata, duket kështu. Këtu kam përdorur washi tape me disa piktura shumë të bukura dhe brenda kam përdorur washi tape-in e Van Goghut me pikturën e tij Starry Night. Mi qënë se është një nga të preferuaret e ti, ditëlindja e tij është në 16 prill, kështu që kam vendosur këto detajet. Edhe që të mos e gjej, kam vendosur këtu mbi frigorifer. Si që shikoni, këtu i kemi vendosur fotot dhe magnetet, por bëra një kolazh të vogël me fotot e tij këtu. Dhe ndër të tjera duhet të thoj që i marr frigorifer të ri, shkojnë pak sa i lartë është. Mëngjes, nesër nisemi për Paris dhe kam shumë punë për të bërë, përfshirë një dush edhe rregullimi i flokëve. Sot kam edhe një termin që duhet të shkoj, kështu që kam punë. Përgati rrobat, bërë një listë me gjëra që mos harrojmë asnjë gjë, do shkoj me makinë, kështu që mund të marrim më shumë rroba, por më duhet të hekuros rroba. Dhe bashkërti im mendoj që rrobat që janë të hekurosura mund t'i lëmë me varse dhe t'i varin tek makina, kështu që besoj se do e bëjmë këtë. Dhe sa po merrem këto dy pakot, mendoj që e njëjta firmë më ka sjell, e di se çfarë janë brenda. Janë eyeshadow të vogla, por më kanë sjell 2 herë.
është nga Si Beauty Mall, pa ta bërë një video të dedikuar, nëse se keni parë do t'ju lë linkun diku këtu. Tada! Këto janë disa eyeshadows që kanë nxjerrë tani. Ishin kështu. Shumë cute! Tada! Okej, si duket. Këtë dipë si mëra erë. Okej. Dhe kjo sigur që ka të njëjtën gjë brenda, kështu që po e lë për momentin, edhe do t'ju bëj një foto të gjithëve do ta shikoni edhe shihemi pastaj. Ndërkohë erdhi dhe kjo porosia të HM-ja që kam pas bërë. Nëse ju kujtohet ky fustani, i kam pas veshur vjet në udhëtimin tjetër në Paris në Versailles. Ky që kam në foto unë është masa let e kam pas veshur në një dyqan në Shqipëri, vetëm atë mas. Ndërsa ky që mora është M-ja, është për dikë tjetër dhe fustanin tim të vjetër e kam dhuruar, kështu që nuk e kam në garderob, por ishte interesante që po shitej. Ndërsa ky fundi zi lino ishte shumë cute, ishte me zbritje dhe e mora që të evitoja të paguaja 6 euro shipping, mora këtë që bënte diku 14-15 euro. Po besoj do t'jetë super për në verë. Nëse nuk e keni parë në Instagram, po bëj një declutter të make-upeve dhe këto janë foundationat e mia para se t'i bëj një pastrim, se shmitja të skaduar, si që kam thënë në çdo video, edhe di që shumë kanë shkruar që shikoj fal mua, po nuk e di, realisht kam marrë shumë mesazhe, po këto janë të skaduar, nuk duken bukur. Domethënë për pas gjysore, një orë nuk duken bukur në fytyrë, kështu që tani do të heq edhe do bëj ca foto të lezetshme, kështu që ta shohim si do dalin. Në fakt duhet thënë që të gjitha këto vlogjet në tentativë kam qenë komplet e parregulluar, por duke qenë se po përgatitem, po bëjmë gati, plus punë shtëpie që s'marrën kurrë, e keni parasysh, kjo është status i përditshëm. Kjo ideja më duk shumë e bukur si dhuratë. E para një herë sepse do shkonim gjithsesi, qoftë nëse do kishte linjën apo jo, sigurisht. Më doli një reklam komplet random në TikTok, edhe nuk kam blerë ndonjëherë gjë më shpejt. Se gjithmonë edhe kur nuk bëj fjalë për shumë lek normalisht, po që prap kur çdo gjë që kushton mbi 20-30 euro je kështu prit hap kompjuterin, po këto i bëj çdo gjë në telefon. Edhe Lara Fabian është një nga këngëtarët e preferuar të bashkëshortit tim, edhe lidhet shumë bukur dhe me kohën kur jemi njohur, kam pas bërë një pikturë të një zemre anatomike, meqense pjesa mjekësisë, edhe kam shkruar tekstin e njërës nga këngëve të preferuar të bashkëshortit të Lara Fabian. Dhe këto dizajnin këtu e gjeta në Canva, domethënë nuk është kjo bileta reale, ky kodi këtu nuk funksionon, domethënë është thjesht i Canvas, edhe thjesht kam vendosur disa nga informacionet reale, domethënë data kur është koncerti, edhe para shumë vendi. E forta se ua tregoj gocave, edhe kisha shkruar gabimisht 2035, kështu që mirë që e pas në kohë edhe editova, i printova në DM, po ta shihni janë kështu letter photos, edhe i preva, e bëra pak të palosjen kështu, që të dukej sa më autentike, edhe se po mendoja si ta bëj surprizë, domethënë, se PDF-ja që vinte të realisht si bilet ishte shumë e shumtuar, nuk ishte asnjë foto të lezetshme kështu, edhe mendoj që doli shumë cute. Edhe një fakt interesant është që unë dhe Lara Fabian kemi të njëjtën ditëlinje me 9 janar. It was meant to be.